Miss Grand Kosova 2025 Brikena Selmani ka tërhequr vëmendjen e rrjeteve sociale pas një momenti të veçantë gjatë një interviste për garën ndërkombëtare të bukurisë. Gjatë prezantimit të saj, bukuroshja u shpreh se flet gjuhën e Kosovës dhe gjuhën shqipe, duke i përshkruar si dy gjuhë të ndryshme. Kjo deklaratë u shpërnda shpejt në platforma si Instagram dhe TikTok, duke u bërë virale brenda pak orësh. Komentet e ndjekësve ishin të përziera. Disa e morën me humor si diçka e shkaktuar nga emocionet e momentit, ndërsa të tjerë e kritikuan, duke interpretuar si mungesë njohurie ose si një deklaratë të qëllimshme. Megjithatë, shumë mbrojtën Brikenën duke theksuar se mund të jetë hutuar për shkak të presionit të skenës ndërkombëtare dhe kamerave. Pavarësisht diskutimeve, Miss Grand Kosova 2025 vazhdon të tërheqë vëmendjen e publikut, duke dëshmuar se çdo dalje e saj bëhet menjëherë komentuar dhe virale. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.